Përshëndetje, Esselamu Alaikum, të nderuar, në njëri nga jetët e Kuranit qëndron. Aty ka një urdhër të prerë nga Zoti që muslimanët e kanë të ndaluar të ndahen dhe përçahen, apo të coptohen në sekte, në grupe dhe fraksione. Ky ajet, të cilin ju duhet dhe mund të lexoni në surën El-An'am me numër 6, ajetin 159. Pra, në këtë ajet, prerazi, Zoti urdhëron që besimtarët të mos përçahen, të mos krijojnë grupe me thebe, si i quajnë ata, sekte, e kuta ditë shka, fraksione të ndryshme. Muhamedi, profeti i Zotit, paqja qoftë mbi te, pranoi shpalljen e Kuranit dhe ishte musliman. Pra, musliman do të thotë, me fjalë shqipe, ai i cili plotësisht ju nënshtrohet, ju dorëzohet urdhrave të Zotit të gjithësisë. Pra, Muhamedi, paqja qoftë mbi te, profeti i Zotit, pranuesi i shpalljes së Kuranit, ka qenë musliman dhe i porositi muslimanët e tij që pas vdekjes së tij të qëndrojnë unik dhe të mos përçahen. Por çka ndodhi? Profeti i Zotit vdiq, muslimanët u përçahen hala, akoma, ende pa u varos pejgamberi i Zotit, pa u varos, e keni parasysh? A ka më hipokrizi të madhe se këta hoxhollar që thirren në emër të Islamit, në emër të Kuranit dhe në emër të profetit, dhe asnjërin nga këto nuk e respektojnë. Pas vdekjes së tij, u themeluan me thebe, sekte, grupe dhe ideologji e fraksione të ndryshme, të cilët përçahen muslimanët. Njëra nga sektet më të famshme, apo dy nga më të famshmet sekte, është e ashtu quajtura Ehli Sunna wal Jamaa dhe El Shia El Ithnania. Pastaj kemi Sufi, kemi Bektashi, kemi Ashari, kemi Maturidi, Alevi, Dervish, Murxhi, Sulemanxhi, Jehmi, e çka jo i në pafund. Pra, muslimanëve pas vdekjes së pejgamberit të Allahut, paqja qoftë mbi te, nuk ju mjaftoi Kurani si libër i vetëm i Zotit, i shpallur nga Zoti, fjala e Allahut, e sakt, eksakte, pa asnjë gabim. Por çka bën krahas Kuranit? Shkruajtën mia libra. E kur i bën këta? 200 vite pas vdekjes së profetit. Trilluan ata hadithe, dolën dhe shkruan lloj librash, duke u arsyetuar se nëpërmjet këtyre librave që i shkruanin, ata pra ju transmetonin muslimanëve kuptimin e ajeteve të Kuranit, sepse nuk ishin tjerët në gjendje, vetëm këta ishin të mençur. Disa pra nga mund sot të numërohen në disa mijë. E në botë ka afër 2 miliard musliman. Shikoni çka bën këta të ashtu quajtur hoxhallar mashtrues. I vjen në gjumë 2 miliard musliman dhe ju thonë, shikoni, ju jeni budalla, ju jeni naif, ju nuk dini, jemi nata që duhet të jau transmetojmë dhe duhet të jau shpjegojmë ajetet e Kuranit. E prandaj, krahas Kuranit, ju duhet t'i besoni librat tonë më shumë se sa Kuranit, sepse nuk jeni në gjendje pa librat tanë ta kuptoni Kuranit. Subhanallahil adhim. Zoti këta i mallkoft. Prandaj këto e marrin mbi vete të dëshmojnë se vetëm këta janë më të mençuri. E çka bën këta? Shpifën, trilluan, shpikën libra e hadithe. Pas vdekjes së pejgamberit të Allahut dhe nëpërmjet këtyre librave filloi përçamja e muslimanëve në sekte dhe grupe dhe që vazhdon sot e kësaj dite. Në qoftë se videoja ime të ka pëlqyer, atëherë abonohu në kanalin tim në YouTube.
Hidajet Fetahi, Islami është ndryshe. Dhe një porosi e kam për ty, vëlla dhe motër muslimane. Shfrytëzoje intelektin, logjikën dhe mendjen me të cilën të pajisi Allahu i plot fuqishëm, Zoti, krijuesi i gjithë botrave. Dhe mos lejo të mashtrohesh, se nuk je as budalla, as naif. Esselamu alaikum, kudo që jemi.